këtë muj s'kanë ardhur hiç. Edhe se kanë ardhur një ditë, nuk i kanë pastru krejt. Pajazit Sinani, kryetari i bashkësisë lokale të fshatit Matkë të Epërme, thot se tash një muaj nuk grumbullohen mbeturinat nga ndërmarrja e higjienës komunale të Sarajit. Sipas Sinanit, edhe pse kanë nënshkruar marrëveshje për pagesë, përsëri nuk grumbullohen sipas marrëveshjes që është bërë. Po ne kemi bërë kontratën që ta bëjmë pagesën, edhe ato bëjshin e rregullisht sefte, se që 3-4 muaj shembull ato kanë ardhur, i kanë marrën, ama shtika fundi zonë mos i marrën. Kërkesa jonë është që ja ti marrën, ja mos mi marrë, edhe kështu nuk ka hije. Me thonë ne si katon, s'është e pëlqishme kjo, në rrugë. Tash i marrën të qenë, i krejnë, edhe kanë fëmijë, mund t'i prekin fëmija, edhe kalojnë njerëzit e era vinë. Pajazit Sinani i bën thirrje inspektoratit e komunës së Sarajit që të del në terren pasi kohëve të fundit është krijuar deponi e egër duke u hedhur mbeturina mbi fshatin Matkë. Shpeshherë unë i kom hasë edhe njerëzit pi Saraj ka bovaki me kamiona, kanë ardhur, i kanë hudhur, edhe se shifat që kjo është për kullote, për bektoriu, kjo nuk është për bretorina, edhe nuk ka hije kështu të fugët. Komuna du të marrë masa, krijetarit me thonë, inspekcionet du të dalin terren të shohin, a është në rregull kjo as është. Sipas ndërmarrjes së higjienës komunale të Sarajit, mbeturinat grumbullohen në orarin e parashikuar në fshatin Matkë të Epërme, ndërsa për ankesën e qytetarëve të këtij fshati do të dalin në terren për të parë gjendjen.